Fotot që fshehu regjimi ja si dukej Shqipëria në vitin 1988. Periudha e diktaturës ishte pjesa më e errët e Shqipërisë që e izoloi nga bota e jashtme dhe të huajt ishin të pakt ata që vizitonin Shqipërinë komuniste. Por kishte edhe nga të huajt, ndonse shumë pak, që kishin projekte dhe lejoheshin që të vizitonin Shqipërinë. E tillë ishte edhe fotografi Eric Stewart, i cili ka vizituar Shqipërinë në vitin 1988. Këto janë disa nga fotot e tij në Shkodër, Tiranë, Berat, Durrës, Krujë, Gjirokastër e të tjera.